Në Universitetin Fanoli në Korçë u zhvillua tryeza e diskutimit Fol Shqip, një monitorim dhe debat rreth gjuhës shqipe në televizione, një veprimtari e iniciuar nga Instituti Shqiptar i Medias në bashkëpunim me Autoritetin e Mediave Audiovizive. Aktiviteti kishte për qëllim rritjen e ndjeshmërisë për përdorimin sa më të saktë të gjuhës shqipe në mediat audiovizive dhe përmirësimin e komunikimit profesional në raportimet e përditshme të gazetarëve. Tendencat dhe presionet e gjuhëve të mëdha ndërkombëtare, siç është anglishtja apo gjuhëve fqinj, italishtja, janë shumë të forta. Dhe kemi një mangësi në kuptimin e personelit redaktorëve gjuhësor, edhe një problem që duhet filloj që tek shtimi i orëve të mësimit gjuhës shqipe ose gjuhës shqipe si lënë më vete në strukturën mësimore dhe deri tek shqipja korrekte zyrtare në institucione. Problemet e gjuhës shqipe ne i dimë gjithë, i vuajmë gjithë, që nga shkolla, jeta e përditshme, por te media ka një rëndësi të veçantë sepse media është ndikuese në publikun e gjerë. Duke qenë një ndikuese mjaft e fuqishme, jo vetëm përmes televizionit edhe radios që janë media tashmë tradicionale, por edhe përmes atyre që sot quhen media online ose media në linjë, po e themi shqip, apo dhe atyre që ne i quajmë rrjetet sociale dhe që janë bërë kushtëzuesit e jetës tonë. Gjatë takimit u prezantua studimi i fundit i Institutit Shqiptar të Medias mbi përdorimin e fjalëve të huaja në media, duke sjellë shembuj konkret të ndikimit negativ që ka huazimi i pakontrolluar në cilësinë e gjuhës së përdorur në ekrane. Në diskutim morën pjesë gazetar, pedagog dhe student, të cilët ndan mendime dhe përvoja mbi sfidat e përdorimit të drejtë të shqipes në median bashkëkohore.